Izraeli mund të sulmoj brenda pak ditësh Iranin, pas një paralajmërim dhe pa mbështetje në SBA-s. Ky është raportimi i fundit i mediave amerikane, sipas të cilave kryeministri Benjamin Netanyahu është gjithnjë më i vendosur për një sulm të njëanshëm. Dhe kjo po ndodh ndërsa Washingtoni dhe Teherani duken më afër një marrëveshje paraprake që përfshin dispozita në lidhje me pasurimin e uraniumit. Sipas mediave të huaja, Izraeli ishte këto dispozita si të papranueshme. Ndërkohë SBA ka urdhëruar evakuimin e stafit jo thelbësor nga ambasada në Bagdad dhe ka dhënë mundësinë e largimit edhe nga Bahreini dhe Kuvaiti, për shkak të rrezikut të përshkallëzimit. Lidhur me zhvillimit atje, presidenti Trump tha: Iranit nuk do t'i lejohet të ketë armë bërthamore, pik. Ndryshe pritet një takim i rëndësishëm në Oman mes përfaqësuesve amerikan dhe iranian. Ajo që shihet qartë është se tensionet janë në kulm, por sa do të ketë luftë, kjo pritet të shihet. Për të mësuar më shumë rreth zhvillimeve të fundit në lindjen e mesme dhe në botë, lexojeni telegrafi.com.